Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Vigjereshës. Do bëjmë leximin e radhës dhe po fillojmë nga e kaluara, po ardhmja, aktualja, se është e lidhur aktualja me të kaluarën. Këtu duket qartë që keni punuar drejt diçkaje një periudhë të gjatë. Periudhë ku ke krijuar, ke mbjellur dhe ke patur mbështetje nga të tjerët. Mund të jetë partneri, mund të jetë familja, mund të jetë fëmijët e juaj, mund të jetë kolegët, ku di unë, por nuk keni qenë vetëm duket. Ke investuar në diçka që ka ndërtuar rrënje të forta, qoftë ndoshta një marrëdhënie, një projekt ose një proces vetë zhvillimi. Dhe 3 të tokës të dashur tregon se ke punuar për të bashkuar vlera, çfarë do qofshin ato. Nuk e qenë vetëm në këtë rrugë. Dhe kjo ka sjell këtë rritje reale, apo është duke ardhur kjo rritje reale. Nuk është një gjë e vogël, është kogja, është një mbjellje me kohë, punë, ku di unë, investim, energji në një person, në një detyrë, në një projekt, në shëndet, në veten e juaj, çfarë do, dhe tani sikur më në fund po sjell ato fruta, ku mund të mbështetemi dhe të shijojmë, të them ashtu, gjithë ato çfarë kemi arritur. E tashmja apo e ardhmja e shpejt, kur them se është e lidhur, çdo gjë është e lidhur, dashur, e kaluar me të aktualen, dhe e ardhmja me aktualen, e ardhmja e shpejtë. E tashmja. Tani, asi i zjarrit dhe të dashuruarit, të dashur, tregon jeni në një pikë ku duhet vërtet të zgjedhësh tani. Të zgjedhësh për çfarë do gjë. Jeni rehat, jeni mirë dhe mund të bëni një zgjidhje, duhet të bëni një zgjidhje. Nuk flet vetëm për dashuri romantike, por për vendime të rëndësishme që duhet bëhen me zemër, të dashur Vigjereshë. E tani, po kthehemi prapë te asi i zjarrit, është një fillim absolutisht shumë i fuqishëm. Një mundësi, një frymëzim i ri, një zjarr që ndez brenda teje, që do ndizet brenda teje, brenda jush. Ky është momenti të dashur Vigjeresh ku diçka brenda teje po thot, vepro tani. Zgjidhe cilën, nga që të dashurat është zgjedhje, nuk është asgjë tjetër. Vepro tani, por veprimi nuk mund të jetë impulsiv, duhet të vijë nga një vend vendosmërie dhe vetëdijësie. Me gjithë këto që keni punuar dhe deri tani çfarë keni bërë, absolutisht do jetë i duhuri dhe i shkëlqyeshëm, të dashur, do dini ta zgjidhni të duhurën. Jeni rehat edhe cilën zgjedhje do bëjmë tani për të vazhduar më tutje me hovin apo me zjarr më të madh se që keni bërë, se është asi i zjarrit, të dashur. E ardhmja e afërt, ta quajmë kështu, është gruaja e shërimit apo medicine woman dhe 4 të ajrit. Pa dalë aty, po fillojmë me, nëse ndjek këtë thirrje, rruga jote do të jetë apo do të ju çojë drejt shërimit dhe mençurisë më të madhe për të arritur drejt qëllimit. Është lexim jashtëmase i bukur, jeni aty ku duhet qenë, vazhdoni të punoni në këtë mënyrë, të dashur Vigjereshë, dhe do të jeni super të fituar. Pra, kjo grua e shërimit tregon se do të hysh në një rol ku ti je ajo që udhëheq, ndihmon dhe transformon, qoftë për veten apo për të tjerët, por për këtë duhet të tërhiqesh pak për reflektim, siç e bëjnë Vigjereshat. Çfarë më tutje në këtë zgjidhje, në çfarë si ta gjejmë rrugën më të mirë, por rrugën e duhur për më tutje. Dhe 4 të ajrit të fton të pushosh, të mendosh, të reflektosh, ndjekësh intuitën, jo thjesht vetëm logjikën. Përgjigjja që je duke kërkuar nuk vjen, siç e dim tashmë, nga jashtë, por vjen nga brenda. Pra, mesazhet që mund të jap apo çfarë mund të bësh në gjithë këto, mos merrni vendime të nxituara, por edhe mos i shtyj më tej ato që ndihen të sakta. Do thotë veproni. Nëse ke apo nisi një projekt të ri që të ndez, qoftë sado i vogël apo është që të rindezni apo të mbani motorët ndezur siç është kjo energji, jeni duke punuar pa ndalë. Dediko kohë
për veten tënde, siç e bëjnë zakonisht vigjeshat, s'duan asnjë në periudhë, duan të ngelin vetëm, dhe meditim ose ritual personal të dashur. Dhe aty do të marrësh përgjigjen për fuqinë, për të ecur apo për t'i mbajtur ata motor të ndezur, të dashur. Është kogja një lexim i bukur, jeni aty ku duhet qenë, sukseset janë të pashmangshme këtu, apo të mëse të merituar, të dashur vigjesh. Pra, i dua t'ju falenderoj që ishit këtu me mua. Nëse ky lexim ju dha diçka, nëse jo sot, e janë erën tjetër, do ta gjeni veten këtu. Qofshi bekuar, të dashur vigjesh.